Serbia do të rrisë investimet në fushën e mbrojtjes, dhe arsyeja për këtë, sipas presidentit Aleksandar Vučić, është shqetësimi i thellë që rrethon aleancën mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Vučić e përsëriti edhe një herë për mediat në kuadër të konferencës së sigurisë në Munich, se ende pres sqarime se çfarë arsyesh ka që po ndërtohet një aleancë ushtarake ndërmjet Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Vučić paralajmëroi se Beogradi do ta trajtojë këtë zhvillim me seriozitet maksimal. Do të marrë pjesë në mbledhjen e kolegjumit të shtabit të përgjithshëm dhe të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe do të vizitojë fabrikat e industrisë ushtarake. Serbia do të ndajë fonde shtesë për këtë industri dhe 30 deri në 40% e prodhimit do të ketë si destinacion nevojat e brendshme. Marsin e vitit të kaluar, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan një deklarat bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, me synim forcimin e stabilitetit në Evropën juglindore. Vučić menjëherë e cilsoi ujdimen si një aleancë ushtarake me karakter sulmues ndaj serbëve. Ministrat e mbrojtjes të 3 vendeve janë takuar edhe gjatë muajit shkurt për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes, ndërsa pas një takimi të gjeneralëve më 11 shkurt, u bë e ditur se gjatë këtij viti do të zhvillohet stërvitja e parë e përbashkët.